Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Xhiku, ka njoftuar se strukturat vendimarrëse të partisë kanë miratuar propozimin e tij që Kujtim Shalla të caktohet për nënkryetar të Kuvendit të Kosovës, Huse Hikmete Bajramin, për shefe të grupit parlamentar të LDK-s. Abdi Xhiku, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se propozimi është mbështetur nga grupi parlamentar dhe nga Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të dy pozitat do të nominohen përkatësisht, caktohen nga grupi ynë. Ju priften bara e dalë shifashe parë në këtë detyrë fisnike. Për shtëpinë tonë politike, votuesit tanë popullin e Kosovës, ka shkruar Abdi Xhiku. Kujtim Shalla ka qenë kryetari i Kuvendit të Kosovës edhe gjatë legjislaturës së fundit. Ndryshe, sot ka dështuar konstituimi i Kuvendit të Kosovës, pasi që nuk u miratua raporti i Komisionit për verifikimin e mandateve. Drejtuesit e BDK-s dhe LDK-s po kërkojnë ndërheqjen e Albin Kurtit nga pozita e kryeministrit. Anip Sekri fundit ka dorëzuar një letër ku shkruan se jep dorëheqje nga ky post para betimit të tij si deputet. I pari i LDK-s Lumir Abdi Xhiku ka thënë se apetiti i madh i deputetëve të lëvizjes Hecendosje dhe prisit të tyre për të qenë edhe kryeministër edhe deputet prodhoi sot një episod të errët të demokracisë në vend.